Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një lajm që në fakt ka marrë vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Do të ndaloj tek çifti më i dashur për ju, tek çifti më i preferuar, tek çifti Eli. Luiz Eli dhe Kiara Tito Eli. Luizi dhe Kiara janë një nga çiftet, jo një nga çiftet, por të vetmit çift të vërtet real edhe shumë të sinqert. Do me thënë që në momentin kur ato të dy i thanë po njëri tjetrit në Big Brother, dhe që në momentin kur Luizi fliste për Kiarën, kur shumicës në fakt i dukeshte pa besueshme, kur shumicës i dukeshte një strategji, kur shumicës i dukeshte një lojë jo e vërtet, Luizi diti të bindë të gjithë shqiptarët që me dashurinë e tij, me bindshmërinë e tij, ai ndjesin për Kiarën dhe atë emocionin për Kiarën e kishte jo të vërtet, por më të vërtet se kur. Do me thënë, dy çifte që në fakt, një çift që në fakt na dha një pozitivitet dhe një energji shumë të mirë pranë njëri tjetrit. Luna Mari ishte vajza e kërkuar. Luizi që në Big Brother kërkonte që të ketë një vajzë. Dhe unë besoj në energjinë dhe unë mendoj që sa më shumë ne i kërkojmë Zotit në formë të qartë atë që ne duam, Zoti atë gjë na realizon. Do me thënë, ne gjithmonë i arrim qëllimet tona, ato të cilat ne i kërkojmë, ato për të cilat ne lutemi, ato për të cilat ne mendojmë. Dhe Luiz Eli që në Big Brother dëshironte që në jetën e tij të sjellë menjëherë një fëmijë, pasi që kishte një lidhje të veçantë me fëmijët dhe të bekoj familjen. Dhe kështu që pas përfundimit të Big Brotherit, çifti vendosi që në një periudhë afatkohore të shkurtër të sjellin fëmijën e tyre të parë, e cila ishte me patjetër dhe është Luna Mari Eli. Tani, kohëve të fundit ka ca lajme që po qarkullojnë për një shtatzani të mundshme të Kiarës. Unë e di që Kiara duhet të del dhe të tregon vetë të vërtetën e saj, çfarë po ndodh me to, apo presim një jetë të re, apo presim një fëmijë në familjen Eli, a do të shtohet kjo shtëpi? Unë mendoj që me patjetër se po, sepse Luizi dhe Kiara kanë folur për një fëmijë tjetër, do me thënë e ndjenin veten gati tashmë për të shtuar edhe pak jetën e tyre, për të bërë një familje edhe pak më të madhe dhe për ta shijuar këtë familjen. Kam parë tek të dy një energji të bukur pozitive për fëmijën e ardhshëm. I lutemi Zotit që të realizoj ëndrrën dhe të kënaqin Luizi dhe Kiarën. Mbaj mend kur Luizi dhe Kiara ishin në Ibiza, atëherë thonin që të bëjnë një djalë dhe do t'ia lënë emrin Alejandro. Por si që duket, tashmë është momenti ku Luizi dhe Kiara do të sjellin fëmijën e tyre të dytë me shpresë të Zotit dhe të vishëndosh edhe mirë. Kiara ka përzgjedhur që në këto ditë të nxehta të largohet nga Tirana, të pozicionohet në Pogradec, atje ku të merr pak ajër të freskët, dhe kjo lëvizje nuk është kot, zakonisht ne e dim shumë bukur kur femrat fillojnë edhe largohen nëpër qytete ku ka pak më freski tani në këtë temperaturën të çmendur, por gjithsesi siç duket nga familja Eli kemi lajme të bukura pozitive, kemi energji të mirë dhe shpresoj që fëmia të vijë shëndosh edhe mirë, por presim momentin kur Kiara do ta bëjë këtë gjë publike.